Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës. Sot do lexojmë Oracle në vend të Tarot, që absolutisht janë si motra e Tarot, por quhen telepati, që të afrohem sa më shumë me energjinë juaj dhe mesazhi juaj është mes. Labirinth, të dashur labirinth. Mesazhi i kësaj letre është: edhe nëse ndihesh i humbur, gjithmonë ka një rrugë përmes labirinthit. Kjo letër përfaqëson momente në jetë kur gjithçka duket pa drejtim, të qartë, sikur në mjergull, sikur je në një rrugë me kthesa të shumta, pa një dalje të dukshme, ku mendja është e lodhur dhe zemra nuk gjen qetësi. Por ky labirinth nuk është fundi, është një proces i thellë shpirtëror që të shtyn të njohësh veten, të besosh intuitën dhe të gjesh dritën brenda errësirës, të dashur peshor. Mesazhi i kësaj letre është: ju nuk jeni të humbur, jeni në kërkim. Kjo letër ju kujton që gjithmonë ekziston një rrugë, edhe kur nuk e shikon me njëherë. Ndoshta jeni në një fazë ku po kërkon përgjigje ose ndihesh larg nga vetja jote e vërtet. Por ky udhtim ka një qëllim: të forcoj, të zgjoj dhe të udhëheq drejt një verzioni më të ndriçuar të vetes së juaj, të dashur peshor.